Gjeladin Saliu s'po mund të bëj gjumin në rehat që nga 28 qershori. Atë ditë kjo familje nga lajmi që morën fillimisht u gëzuan shumë, por pastaj edhe u mërzitën. Vajza e tij ishte shpallur fituese e një veture nga një lojë shpërblyese, ku LPX kishte marrë pjesë. Edhe kanë shpallë domthon çikën teme fituese për kerën cilën e ka fitu. Edhe çika na ka thirrë gjithëve në gzim, para 3 ditëve ka marrë edhe lejen. Edhe çika e ka shpreh ata me gzim domthon tukojt, babe fitova kerën ato ngaton e kanë pa edhe na. Urime këtë na ka thirrë në grup familjarëve, çka kem pas. Por më vonë kuptuan se atë vetur nuk po u japin pronaret e Grande Mall, nga të cilët ishte organizuar loja. Kjo pasi vajza e tij punonte në njërin nga lokalet e qendrës tregtare. Mas 40 minuta, apo thom 45, 10 minutë, vajza më ka thirrë tukojt. E shqetësuar, bab, më ka marrë pronor të Kalabrijës. Dërgut Selimi, edhe Gzim Selimi, edhe ka thonë, po më kërcënojnë, po thonë ti pse ki lujt, ti nuk e merr atë kerr, nuk mund me morr atë kerr, sepse ti nuk e kia drejt me morr atë kerr. Edhe çika i ka thonë në atë moment i ka thonë mos më afron gati se në punë ata ju na afru domon me një çështje shumë ignorancë. Edhe unë kom shku sa ku mujt më shpesh sa që ti takoj ata aty. Babai i 21 vjeçares është i mllefosur me pronaret e qendrës, pasi sipas tij ja kanë kërcënuar vajzën dhe e kanë detyruar të heqë dorë nga vetura nën presion. Vajzën e kanë shtinë pa prezent avokatit, pa prezentën teme, pa prezentën një familjarit, që ashtu e shqetësume, i kanë thonë ka peshkruaj një deklarat, kënë se kja është gabim që e ka mosh atë tiket për me fitu kerrin. Ata e kanë shtinë, që nuk e kanë atë drejt ata, nuk o ligjora ja. Pas gjithë dramës që kishte ngjarë, Saliu thotë se ishte nisur për të lajmëruar rastin në polici. Mirë po aty kishte filluar që gjendja psikologjike e vajzës së tij të rëndohet. Unë e kom marrë çikën edhe tu shku në polici 2011. Çika ka thonë nuk po nina rahatshme, nuk po nina mirë, bab në ato ngaton edhe kom marrë kom çyti mjekin. Po se duhen edhe letrat e mjekit këtu, gjitha, domthon që i kom pas edhe vet kam qenë ora 3 për shkak shqetësimit, nervozës që ma kanë shqetësuar çikën jashtë mase. Gjeladini thotë se vajza e tij nuk ka qenë njoftuar me shkrim për rregullat e lojës, që rrjedhimisht ndalohet pjesëmarrja gjithë punëtorëve të Grande Mall. Madje sipas tij, menaxherët i kanë thënë stafit që t'i plotësojnë kuponat pasi nuk janë marrë nga konsumatorët. Edhe vajza një kohë më ka thonë, bab më kanë thonë që nuk kena drejt na me konfirmu domthon që kanë drejt ata me apliku edhe këta për çështjen e kerrit aty. Edhe me gojve që kanë thonë, jo kështu me shkrim diçka, ose në teket me shkru aty që stafi Kalabrijës nuk ka drejt me votu aty. Tanë ndërkohë kur i kanë prunë tiketa sipas çika thotë se i kanë thonë mos na bëni mos se nuk po shkojnë më këto tiketa. Ata i kanë thonë hajt luni kanë herë, do menaxhera, luni edhe jo. Po. Edhe pra më kon loja shpërblyese, u kon live, kanë qenë mira njerëz. Por ata kupona sipas tij nuk i ka plotësuar vetëm vajza. I njëjti pretendon se ata janë konsumatorë të rregullt të qendrës tregtare, andaj dhe kanë plotësuar ata kupona në emër të vajzës, por edhe të gruas. Po nuk është të thonim që vetë çika ka luajtur, unë kam luajtur edhe aty vet. Ka luajtur gruaja. Edhe na kena shtinë tiketa aty që kanë ble harç, sene, majica, krejt domthon mbrana Kalabrijës. Kena shtinë tiketa aty me s'po them me qindra, po një shumicë kena shtinë. Sa herë që kam ble, unë kam shtinë. Tiketa ka qenë mbi 20 euro vlerë. Nëse i merr 20 euro, e merr një tiketë, nëse i merr 40, i merr 2 tiketa. Edhe ata nuk i mujti mi vjedh ato tiketa, se ti ka thonë ai që ka shit aty te kaca. A kupton? Ki ble, sa ki ble domthon mall, ti ka dhënë tiketa. Sipas Gjeladinit, pronarët e Grande Mall nuk po a japin veturën atyre nga se ka një problem personal me të. Arsyeja ka qenë se aty unë me që 6 vite nuk flas me ata njerëz. Se janë njerëz shumë arrogonta, janë njerëz që nuk i do populli. Ata parë kanë, po karakter nuk kanë. Po, edhe kështu që unë i kisha luajtur drejtësisë, gjykatës, sa më shpejt unë e kam iniciatu rastin edhe në polici, edhe në prokurori, domthon rasti është për fillim, domthon si mashtrim. Prindi rastin e ka iniciuar në polici dhe tani më është duke u hetuar.
Ai beson se drejtësia do të triumfojë në anën e familjes së tij. Ku me mor avokatat, ku me mor gjykatat, ku me mor prokurorin, ketë ku me shti domethënë nga një tuar që me qenies mirë këtë rast, edhe ai rast 100% nëse ka drejtësi, ai kërë ka më konë i vajzës time. E nëse drejtësia nuk kryen punë, Gjeladini thotë se kanunin e Lek Dugaxhinit do ta sjellin edhe në Gjilan. Për ndryshe, si ka hona i moqme, atë domethënë ja shes me kanunin e Lek Dugaxhinit edhe në Gjilan. Ja shes me kanunin e Lek Dugaxhinit edhe në Gjilan.